Thank you, kushtem të ftej me ull me ne. Faleminderit shumë, mikrofonin marr me veti. Mirë se na erdhe. Kënaqësi, kuptohet. Ku e kompletin i nderuar? Që shtu në mes, po që se masi vishë. Hajde në mes, po, me qenë se... Maroku jam, shtu në mes. Kuptohet që në këtë djelë, me ne do djetë edhe një ndër aktorët më të komentuara, më të dashura të Republikës së Kosovës dhe jo vetëm. Është me ne një shoqe ime shumë e mirë, shumë e talentume, shumë e veçantë, që besa sot ku me ngacmu dhe është profesionit të aktrimit, është Flutra me ne, Flutër, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Granit, faleminderit për krejt të fjallë të mira, ta shkush në nje, din që të kam shumë shok të mirë, thojnë Granit e ka liftu këtove që e ka shoqë. Jo, realisht në nuk livdoj njerë family tu, kështu që besoj që të të re e dini. Sigurisht që për pos skenës atje që u takuam që disa herë gjatë kësaj të djeli, me ne do tjetë edhe Dafina në këtë, po e quaj panel diskutimi. Qas kena me bo bashkë. David, mirë se erdhe. Menës po pravë. Që gjitha, faleminderit për ftesën. Qashtu në shumë. Kushtërëm, a e lodha, qushjeja, qush për kalën, Valoj, s'kena po prej viti As pa 3. to jo. së do po një ditë këtë e lëshme. Jëm konë dhe në fshatin Mramore, kena pos një varë pune. Edhe uftim. Bajage si mirë se në ardhen. Faleminderit, wow. Dreza për drezën. Gëzuar? Gëzuar. Okej, a u lodhe gjatë rrugës Mramor Prishtinë? Po, veç e shfrytzova kështu për E pa, e vendet e bukura. Po, vendet e bukura, Unë thash se na pa prej viti 3, dhe më thonë një është duk. e vërtet. Pse? Pse është duk gjatë saj periudhe kohore? Realisht ke qenë aktiv me këngë, ke qenë aktiv me rrjetet sociale. Po. Jëm zhduk në aspektin e performancave live edhe kongve me klipe. E kum pos një intervenim të vogël në Flëk. Edhe s'ma merë kemenja me dollë qashtu, se si qelë, si sha dollë kur me performin në të. Edhe tani u dasht me pauzu një 2-3 muja në isen. Urime mbjellja Flëkëve. Faleminderit shumë, për Jena po këdjek. ndryshe e kanë pas një varë, s'pëdish me thonë, më kun gjafshin kështu, se une në gjithë qa kapuq të në kohën, e kun pas një varë stili kështu, me gjitë kapuqin mrapa. Po ne kisha mi mlu marrët, dhe njerëzit me në ishin që pe bëj për qalëm kështu, Po, për stil. Po, Me një madhësis. tash së më kam po njerëzit me kapuq, kështu që ato ja u heku si me dorë. Kështu që tash Flëkët e ka njës me dalë, po më doke që bashkë me Flëkët edhe këngë të reja. E vërtet. Qështu diçka niva rrugës për Mramor. Po, e vërtet. Nuk keni qare në maknu këngën e mora rrugën për Mramor. Kri. Për Mramor. Shka e tu zi këtyre ditëve para kërrikët e gushtit? Jam të punu këngë të reja, klipe të reja, disa veç janë kry, janë finalizu, tash veç po presëm për datën e lancimit. Do më thonë si për vete, si për këngëtar tjerë të estradës të punu këngë, pa nalë mirë është shqyqër zotit. Kthehemi tek ti pas pak. Po se kesh të shku. Jo, Pas mos piu pengoj. Ja, nuk na pengon asnjëherë. Ti si nuse me vjerë mirë? Mirë, super, mirë. Një ndër projekte tani më të suksesshme sa i përket kanaleve në YouTube, do më thënë shumë aktive. Realisht e keni bome me Sofin me nxjerrë pa një farë raporti që fshihet prapa banesave ose shtëpiave. Po dyqysh, na e kemi atë connection me urrejt njona tjetërën, po më pe du, dyqysh Sofin e du shumë. Po e shfrytëzoj rastin me përshëndet Adnan Blakun. Nëse o të nakë shirë këto momente. We love you. Love you, Adnan. Definitivisht më është plotësu një farë andre e jamja, po e quj andrë, sepse bashkëpunimi jam me Adnanin është qenja 17-18 vite, ka dikon pi prallës me Tupan. Ka qenë joni prej aktorëve që une e kum pas atë feedbackin, atë energjin ma të mirë me të mundshme. Do me thonë, e kam me të gjithë. Gjithashtu e kam edhe me Migjëmbi, për shambull, që s'kena nevoj as me skenar, veç me na qitë në skenë, na nuk nalëm, po atë energjin ma tepër e marrë me Adnanin. Do me thonë, për me prodhua humor, se Adnani edhe më disponon kështu private. Që më kujtu një pytje që tash pak sa me spec? Hajde. Ati kona specat e më. Pa ere, për po speca. Pytje ma me spec, zdi që ka. Ma shumë po knaqë që është të punu me Sofin,
A me Simonin? Me Sofin. Që, Simon? Simon, a dim pse, se nështë një krejt jetën ta me kom bashkëpunu veç me Simonin. Do me thonë është projekti i parë që kom dalë jashtë pa Simonin. Me qenë se Adnani është joni, realisht, e konsiderojmë si të familjes tonë, po ndoshta që kënë ndryshimi, ndoshta që Adnani është shumë ma praktik në punë. Simoni është ma kerefegji. Për shkak se edhe i shkruan vetë tekstet. Po, edhe i shkruan vetë tekstet, edhe është në ditën e xhirimit, është njeri që të bën mas shumë të presion ever. Do me thonë, të qetë edhe prej Kolosekut. Adnani është tepër komod me bashkëpunu me to. Do me thonë, e cakton ditën e xhirimit, i thue, kom një plan, veç e anullon, veç ma bën, nanak, kur do që ti kena, për zërë se kena, edhe ta jep një farë energjie shumë pozitive. A Simonit me bo mi thonë? Po. Simonit jo mi thonë, s'ka shansë mi thonë, po Simonit veç me bo mi ju vënu, 15 minuta, nuse, të na pritjen, nuse, edhe e kap një farë histerie, dyqysh, nuse, tani mu që atë energji ma përçan, e dyqysh, Adnani është shumë pozitiv, e nisim gjirimin të kesh, do me thonë, tepër, e bojmë gjirimin të kesh, e krymë gjirimin, vazhdojmë halo me kesh. Ishim tëftu me një emision, edhe e gabum orën. Edhe në ora 10 me mëngjesit na thirr gazetarja, na, do me thonë, e kemi marrë për një ditë tutje. Krejt, në televizion të edin në emision që shbot gjirime. Edhe s'muj shumë e mri, shanca s'kesh, ajpi po dujevës, unë vësau që o vapi gjumit, ata ishin veç të naprit. Dështon ajo ditë, mërth qatë shumë keq granit, se shumë jo profesionale, po patëm qatë shumë gjirime konstant, mu përzi edhe agenta. Tash na vjen prap rodhat ajo qika. Veç me sëmtuni që e keni nga të ru prap ditën. Jo. Okej. Edhe i thom unë e thiri, sonë zakonisht Adnanin e thiri nanak. Tash nanak, 3 herë i kom tregu. Nanak në 6:30 ta këshin lot që abdin jo mon me nxes. Tha, s'ka problem birë, tha veç e kom një ide. Tha, shka? Tha, ape thirë, shko tha te, mri në televizion, tha dhe thirëm në telefon, thuja e nisë. Tha dhe më qysh mëre nesër, gjirimi unë në shkop jom. Ku granet, qysh mi abo asoj qikës, ta shune, desha që jo prank, po, qa që këshim traumatizu, 2 emisione ma vone këshim ljonë, qysh mi thonë s'kisha zamër, që ta shpezbuloj, as Adnani nuk e din, pezbuloj për e rëtë parë, edhe hiu në televizion, e takoj moderatorin e për shop, edhe i thamë, qëre Adnani ta ka pregadit një prank, po po më dhimësh. Ama unë e qore dhe ati pa ja krya manetë. Pra me ndu, kur gjo kjo, unë e përboj ekskluzive kështot, unë e me 7 gusht e kom një dasëm, e kom marrë kaparën, edhe qatë shumë që më ka në zone, kom haru me shkru, dhe me thonë emrin edhe familjarë që kom e këndu me 7 gushte, nuk e di ku kom e knu, kështu që ekskluzive nistënish, kush është me 7 gusht, se almi shkruje, se kom haru, e kom bu njët me 7 gusht për 10 të mëngjesit me nejtë gati, kush të më tirë me shkundu. Kush të më tirë, kjo më kom për 5 minuta, okej. Kush të më qatë ka ndodhë ty na e kom haru, do me thonë që kjo prenkave, me qënë si jemi të prenkat, atë ka ndodhë na e gjahë t'ilë. Valojnë zdi qa me thonë, nashtë akona i sen edhe që së mbjen men, po jo, se sëm, realisht unë e kam një tjetër, me tjera sen e keshe, bedin, kur i përket kështu punës anë i sen, sikletovna shumë edhe asë sëm keshet edhe me ndodhë i sen, kështu që për që ata asë sëm binë me nësë, kur gjo. Ski diçka. Jo. Po, për shambull, na i të re ka dashnia? Herën e fundit ke qenë single, do më thonë... Qashtu qysh më keni lonë, qashtu një. Qashtu alo I ka po, single. e është në procedur të flokve një herë. Po. Nuk ka mundë se me ka poq. Sezona e verës, ka dole. Tash po t'kallzoj, është Me danger përgatiti zone. terenin. Po. Se marova të mingre vesht, atë. Tash dhe një flok. Unë realisht shtu edhe unë anisa mi mjellë flok, po masi më dollën flok. Alo single. Edhe të isha, më zimjell t'ja për. Dafi qa ka të re prej teje? Qëtë shka? Hajde me... Sasjena, po. Do më thonë Qa ka ka 2-3 tre, muj. qa ka tre, qa ka me pas kur me musje. Nuk, okej. Qka ka të re prej Dafit? Gjithë Qa shka. është uzi këtyre ditëve Dafit? Dafina është tash ka fillu, normalisht ka fillu sezona e dasma Afkana Gjegjav, jemi të punu për to. Edhe faktikisht qka më me të cik, ekskluzivisht kështu që kome ka një projekt gogja i madh, nuk po du me vot madhe, po kome ka një një projekt i madh.
Moj me falendru radio televizionin Nestene. We love you. Mu nuk më takoj me folj, eksklusivitetin e di, edhe vërtet që do t'jetë një super projekt gjigant. Diçka çfarë do të do, mbetet për të parë në ditët në vazhdim. Diçka jeni të nejtë shumë qetë, apo krujnë ana i sen? Jo, moj që ta shaftofën zetë. Vës ta knusha Selman Kadrin. A ti shka, unë me qef, ja kësha knu flutrës një kongë turqisht. Bravo. Unë e turqishtë nuk e di, amo do me thonë me knu di na krejt turqisht, po turqishtë nuk e di, kështu që pja këndoj flutrës. Vesë më se fjallë që s'do. Dafina falinderit shumë, definitivisht një zoj mrekullueshëm. Shumë e vërtet. Që Dafin që më ditë me na po. A ti s'po emocionuash për shtrema? Që unë e maja. S'po m'bjen me vujtë shumë. Ja, nuk më karoj. Që nja 15 vjetë e kum kry këtë farë punë. Që 15, po, një me që sa i ke po martes? Në 2010, 15 vjetë. Në 8 orë, 15 vjetë. Nuk po ta bëj një pyetje tani tjetër, se po du me eshti kushtrimin pak me naknu tash. Po. A po kënojna diçka? Diçka, po. Me qenë se jemi të këto këndime të bujna pak, pas aramamit kalojmë të... Po, të qiqike. Pak ma qiqike. Kom një diçka në kërë... Ama, ngam, unë e kushtrimin, po du me të ndërhy, unë kushtrimin e kam shok në Instagram, edhe kushtrimi jashtëzakonisht shumë bukur kënon turqisht. Me më dirit shumë. Hajde me qenë se jena të turqisht, ja për anglishtës pëlqej pe, po shkojmë në Turqi prapë. Zdi pse? Jo, në shta si jetë mirë, veç e cika që kënon te për mirë. Edhe për cilë gogja trening din e Turqi. Maestro, një sol të Shaj e lutem. këtë vit. Korkma söyle ne zaman unutunur, hatta yerimi kimlerle doldurduğunu. Susma söyle, yeter ki sesini duyayım. Bana yeter bilsem de şimdi nerede uyudun? Çiçek gibi de azıcık ümitli bir tanecik anasıdı gibi de. E mirë, Zdita me kënu edhe, në vret. Okej, faleminderit Është shumë. duon, ko? Ma, turqisht, O krymë për sot, po. O kry për kalojmë Ike qelarë. që pa Okej, anglisht. po du pak me kalu të një qështje, me qenë si ju kemi pa zakonisht si në rjetet sociale, si në intervistat ndryshme, në spote, se cili në profesionin e vetë të sukseshëm. Këtë pyetje po e bëj për tret, realisht të përgjigjen e një nga një. Kur është hera fundit që keni qajtë? Kallëzojmë edhe një anë tjetër, jashta... Kur ke e honë, shto ditë është, nuk është shumë largë. Okej. 3-4 Po kisha dash me ditë edhe ndoshta edhe një arsye pse, jo ndoshta të, domethënë 100%, po pak sa sepse gjithmonë jemi mësuar që ti jemi shumë para kamerave me atë maskën e buzëqeshjes, po shpesh herë harrojmë Që unë e të regoj sakt për çka. Keshën vikendin e kaluar në Zvicër, atje është familja në Simonit. Unë me kunatën tam Donikën, është realisht gruaja kunatit tam, po jemi shumë të lidhura si motra. I kalova një 4 ditë shumë fantastike me ta, edhe kur ndoj ta kajta. Okej. Se e dushom edhe lot malli, po edhe i njëjti sen në ndodhë gjithmonë, sarë edhe Donika vjenë në Kosovë, edhe sarë unë shkoj atje, kur ndojmë opiniona tjetërës, e përjetojmë sinqerisht shumë rënë. Edhe që kjo ka qenë arsyja, dhe që munu tinë, za mës me mvrejt, që që asyzat, mës me mvrejt në aeroplan, po... Rasti rrallë është me kajtë dy kunata për njëna tjetër. Rasti rrallë është me kajtë për njëni tjetërën. Jemi njerëz, dhe qka kom su për jetës është dush me dasht vetën, me dasht me vlerësu vetën për ata që je dhe me punu për ata që je. Jo çdo kush e kom cek edhe ma heret, jo çdo kush kom e dasht edhe kom e vlerësu për ata që je. Amo kemi arë me një pikë që faktikisht sa jom gjyku për pamjen e jashtme, ose për tatuazhat që i kam, ose për punën që unë e posedoj. Kom arë me një pikë që jom gjyku jashtë mase, si do qoftë në rrethin familjar apo shoqëror, edhe që ajo më ka ba mundi, faktikisht pak keq një farë anë, se në momentin që ti ju mundëson aty në
me bo për ta, ose me au jap dashnin që ata meritojnë edhe nuk merë shkëmbim në asë një mënyrë, si në rrethin shoqore ose familjar, është baja gëdhimbje. A më kom su me një anë që jeta është aqe bukur, jeta është aqe këndshme, me ditë me vlerësu edhe me dasht vetën. Kushtem, a ke kajt në herë? Kër i kam jelë të gjokë. Jo, realisht s'ni ndim. Apo? Ata se kë për bëna i farë pytje që tha ma erë që si pytje me speca, dhe den të me ditë kur kena kajt për dashnia, na i sa. Jo, realisht unë pyta A vesh kështu? Po, që une e kam me datë me 11 janar, kur jem bo doj, për erë të parë, edhe, po, kur e kom po nipin për erë të parë, po. Hajde urime, ishallah, po jetë gjatë po të kësë çfarë ndjesie, hajde gëzuar për... për nipin e kushtrim. Për ezjan, po. Po, për këtë dajallarë këtë rastë, zakonisht, dhe neve dajallarëve pak në harrojnë. është një farë ndjesie e bukur kur me një qenje të rendorë dhe shep për herë të parë dhe kupton sa e bukur është jeta. Në regull, nuk pjo pës kur keni kajt mo, se e krytëm me të kajt me. Po përqenë se i patëm. Kur ke kajt ke për herën e fundit? Tim Redial. Redial, dalë një mikrofon. Arjan, brokot. Jo, Arjan, qatë i rep, përgjigjo. Kur kom kajt për herë të fundit. Realisht unë jam tip shumë emocional, shu që kaj shumë letë. Po ndoshta ato letë që i majnë anë men, për pos të gëzimit, janë edhe ato letë ndoshta kur dëshprohemi, kur besojmë dikun ku nuk duhet. Ku kërkojmë do mos në gjyrën e zezë me botë bardhë. Kjo është ndoshta ato letë që damin më shumë. Ku që nga ka sprovu? Ku që gëzuar? Gëzuar. Era fundit, kat. Haj të granit të vlojam se buhet mi. Bravo, edhe Sami, Dafin, fajnderit për atmosferën. Edhe sa e mirat shurënit të më këtë në atë që shkem, si ndrumit. Cocktails? Thank you, Nick. Fajnderit shumë, si qda e ronit. Kejtë që ta koktejl a i kam shoj. Po, pasha zotë. Shumë happy në bo. Okej, po du tani me kalu tek një pjesë tjetër. Realisht, po du më janis me kushtrimin këtë rast. Jo, se ka me speca. Halja s'kena mri, halja se kom qenë teglën. Pret edhe pak. Kushtrim, sa besën horoskop për shumë lalje, zëna e horoskopin? Kjo ti, ko ka vërmu? Jo, pret. Zdi qa me thonë, besej për hirtë muhabetit, kështu? Okej. Mos me prish muhabetit. Pjesa astrologjisë nuk është horoskop veç. Po, kuptoj. Horoskopi është pjesa a fundit edhe na të gjithë e lexojmë horoskopin nga vem. Aty ku na e kemi diellin është... Lezupi i mrapsht, si arabesh. Aty ku na e kemi diellin, për shembull në këtë rast Dafina që është gafore, gjithmonë horoskopi përcjellet ku e kemi nën shenjë, ascendentin. Me hanën. Po, edhe për që ato edhe e fundit është horoskopi. Mu astrologjia ma ka zgju kur eshtjem, për shkak se me profesion jam edhe psikologe diplomume, kështu që në zbërthimin e karaktereve mu astrologjia më ka ndihmu shumë. Mandena, mu astrologjia nuk më ka interesu individualisht, mu astrologjia ma shumë më intereson globalisht. Kështu që globale. Kështu që krejt që ato edhe unë astrologjin e kom pasion, edhe e kom cek edhe në disa intervista tjera, metafizikën edhe astrologjin, unë e kom fillu me studiu veç më smelion truni nej. Me kohën kam fillu me më pëlqy si dik, edhe me ma letu një pjesë të jetës teme. Realisht astrologjia ma tepër është hartë jetësore, s'ka lidhjas me fallas në përgjojës. Une të njoft njerës edhe të po njerës ndryshëm, do me thonë, për një me ma shumë besejnë që ato që janë për shembull binjak prej një none dhe prej një bobe, do me thonë edhe që s'përngjojnë heq me asë një pikë gjak, edhe njëjtë menoj që edhe une një kushtrim që ka linë me 8 korrekt 97 me një dikon Kalkut për shembull, në send për bashkën në kitë. Une menoj që njerëzit i bashkan do më thonë veç ideja edhe kur gjë tjetër, se ko vlazni gjokut e kështu edhe s'përshtatën me kur gjo. Vish pak me të përmisu, njerëzit i bashkan energjia. Energjia, ideja, mënyra që shartohen, mënyra... Po, do më thonë është në qato besojnë ma shumë se në astrologji. S'ka ma astrologji. Kushtem, po du pak më ndalë të kjo pjesa e kongve, që po do këtë 2025 ta sezoni vera, do më thonë gjithë to kongë shumë ta që kanë dalë. Du me ditë parafërsisht
Qysh po e shet ti pe i këtë vështrimit? Unë e menoj që muzika ose çfarë do lloj forme artit. Po duja ndërprej kështu si për me një muzikë, atmosfere, po e kom një surprizë për ftapën zatë. Kështu që mund është me vazhdu edhe tani të bëj surprizë. Që e të shku me marë. Okej. Unë jam jashtë skenarit totalisht si emisioni fundit, që thuhet, na falni. Veç gotë se shkrijet në kofta kullore. Hajde, kushtrim. Unë e menaj që publika gjithmonë është gati për me nguq ato që ju servohet. Se do më thonë që aja forme artit është gjithçysh rezultat edhe reflektimi i publikës. Se ti s'ki qare pa bo sene që i ngën publika. Nëse ata për momentin janë me najfar krize që s'janë të ngu muzikë të mirë, njëjtë edhe do të mi u servu najfar muzike që nuk është najsen. Për ndryshe, nuk e dija ku më thonë herë, por na për një me nuk jena as të një kompetent për me folja është muzike e mira është të keqe. As të një unë vetë e kom përfundu me Akademinë e Muzikës, edhe unë e menaj që as një profesor, as një kur gjë nuk mundet me thonë që kjo është muzikë e keqe, për deri sot del një kongë dhe të bën 30 milion për shambull, me thonë qka, ku e keqe, pengojnë njëzët. Po, që ato 30 milion, qysh po janë, se? Po, bohen edhe janë, se u shkep një farë fjale që shto që po thojnë për blejnë e kështu, po për i me mënyra që shpunon YouTube e kështu e dine edhe ju në televizion, po nuk është muzika ma e mirë që kena mujt na me bo, nuk është, unë e për veti jam, shme thonë, peng i një kohë që nuk muj me ka përcy shtë soj përket shijeve. Do me thonë, muzika e 2000-ave, deri në 2010-ën, nashta edhe para 2000-ave, une për shefin tem, i ngaj që ato të nkohen, edhe i ngaj për një me që ato të nkohen. Për ndryshe, qka u bë muzikë, edhe bashkë që atë kohë jam edhe une që e bëj muzikë, po thëmë që për një me nuk jena në kohën matë mirë që e bojna muzikën e matë mirë. S'pëdi, mirë është, nuk është keq punë për ko, bërë që atë versë. Do parafërsisht, nuk je kritik, po të pëlqem. Po ty për e kandit Fluter, do më thonë si një artiste, aktore, që edhe pa dyshim që dëgjon muzikë gjithë ditën, po e them kështu në atë aspektin, qysh po do këtë kë senzacioni muzikori 2025-ës? A kemi në ndodhi që të ndodh, apo jo? Unë për vete jam ajo fansja e flakt e Radio Selavis atëherë që ka qenë para luftës. Nëse flasim për një muzikë të mirëfillt taman, ndërsa tash me këta të rritë, mu për vete nuk është që edhe nuk më pëlqenjë. Kanë avancu ekstrem shumë, unë muj kem shumë artista në Kosovë që muj mi krasu me artistat shumë të mdhaj botnor. Nuk është keq, është trend komercialja, që ajo po pajtona me kushtrimin që ajo qka po kërkohet edhe këngëtarët janë të e plasu. Nuk jam shumë eksperte e fushës, po për ndryshe po flasë për këtë zhandrin R&B, pop, janë jashtëzakonisht shumë të mirë, unë nuk më imi dalu diçka prej muzikës këngëtarëve ndërkombëtar. Me qenë se na folje për muzikën, tash po du më ju pyet dëve për serialet, filma, ato që po i shohim ditëve të fundit. Në të gjemë, në apresi që kemi fillu në këtë industrinë e televizionit me seriale, na kemi startu me seriale ma tepër komike. Realisht, komedia si zhandrë është zhandri ma i fështirë që mund është me realizu. është shumë fështirë me bodikon me qesh. Une, përveç që mujmi përgëzu, sepse është buk granit një konkurenci është zakonin shumë e madhe, temat po na shpenzohen, edhe tregova që është shumë zhandrë i fështirë, kështu që për mu nuk është keq, mirë, masi po prodhojmë, masi aktorët nuk janë nej, ata të cilët e kam përfundu, sinqerisht Akademinë e Arteve dhe po janë të angazhum, kjo po më bën të lumëtër edhe po më lumëtëron fakti që në komedi, në zhandrin ma të fështirin, jemi ma të fokusume dhe pse temat edhe pse konkurenca, prap dyqysh pja dalim, nejse publiku është i fundit që e japat verdiktin vullën, po gjithsesi të gjithë peshos që po mundohen, qka ma tepër mu më pengon është që po na imponohet pak ma tepër komercialja, edhe që ajo mu më pengon, se e kam ma në qef edhe ma e dashuroj pjesën e teatrit, po si të gjithë jetë për mu është të gjithë qka okej, të gjithë në formën e vetë janë të mirë në ato qka janë të japë. Kushtrim?
Une e konsideroj vetën me fat që kom jetu me një kohë kur për një me ka pos senet mira në art. Une kom linë në Gjermani, kom jetu atje për një kohë të shkurt, po si kur shumica e gurbetqarve që janë konë atë kohë, jena konë shumë të pajisën me videokaseta që janë konë prodhime prej Kosovës. Edhe për mos me harru gjuhën e kështu, na i kena këshyrë të në kohën si fëmijë dhe si familje. Edhe për një me ka pos sene shumë të mira edhe të e ditë çfarë kushtet vështira i kanë realizu. Për ndryshe, do më thonë nëse folëm për periudën e mas luftës, ka pos seriale shumë të mira që jemi favorit, ka me nashta deri del në sen shumë interesant, Familja Moderne për shambull. Kon ajo e dilja. E dilja, familjes në dhe kombinati u konë, my favorite. Tani, kjo puna e komercializimit e kështu edhe me lansuese, me punu diçka që dëmë publika, për shamu kove të fundit jam të i po dëvar tregime popullore, kështu, që në shijet e mija nuk janë heq dëmëllon zero, edhe so shumë kanë klikime, edhe so dëmo kushin gën e tekune nuk e di, a mos, po më doket që kreativiteti është të uzbe se cilën herë ma shumë, do më thonë... Po, e ceka unë, që na jetë pak ma të prirën, po më duket për komedi, qëto dramat pak... Kemi nevoj, se pak dramat politike, është e di mirë rrimë, se do më thonë këtë rrimë... Po hapsirë me po ajgore për qa dusha, vete? Edhe liria të regut, po, normal. Feks, na do më thonë e dina, kalzojna që të najvarë si tregimin, a i sen të bo lafë në kafe, a naj fora, diçka veç kur të e pa ish foren, ta ka qitë, ta ka ingjizua, me dhe pa lidhe, dhe qish... Po, ti artisti vetë, na e din që inspirume. Me qenë se ka vite që jeni në skenë, kësha dasht një pytje, realisht dëve, mas në e zërë nëse dhe bëdoni me u përgjigji parë. Kushtrimi se të shumë... Une po kënë që. Hajde kushtrim. Ka shtrimi. Kujti thu fajmderit edhe më falj. Do më thonë përgjithësi për jetën, karierën, cilat do qoftë. Po bojemi pak sa edhe me melankolik në këtë pjesë. Edhe pse Dafina na është duk me surprizën, nuk e di qa ka me na sjell, po besoj si gjithmonë Dafina na sjell diçka të mirë. Po kushtem? Besoj që po. Faleminderit edhe më fal. Faleminderit vetës edhe më fal vetës. Okej. Se gjatë rrugës që e kom ndjek ondrën, për i me ka pos vështërsi, edhe nashta ka pos në i moment kur kom dosht mu dërzu edhe kom gjetë apet forcen për me vazhdu. Do më thonë, e falenderej vetën që të aspekt që nuk jam nalë edhe si jam dërzu. Po e dyta që i thëm fal vetës është që ja kum nis me punu shumiri edhe nuk e kum shiju fort fëminin tem, si krejt fëmijt normal të gjeneratës tem, edhe i thëm falë që kur nuk e ke njoh vetën si fëmijt normal. E mirë, e mirë. Plutër? Realisht me emocionove. Faleminderit, kom shumë persona që kisha dash me falenderu, po në këtë rast du me falenderu të madhen Zot, për krejt bekimet që mi ka jap në jetën tem, për shëndetin, për familjen. Gjithashtu du me i kërku falje prap të madhet Zot, që nëse gjatë rrugës unë e kom gabu diçka, po edhe një mfal kisha dasht me bo Simonës, vajzës tem. Pse? Ti e din që na e kem një profesion pak të ndishëm, edhe ka momente që une nuk jam ofër Simonës, edhe më vranë shumë dërgjegja si prind, edhe mungon shumë, edhe e di që edhe une i mungoj. Pse me lëtë në sy? Se në fund të ditës, në çdo mënyrë, mundohesh që me bo ma të mirën për Simonën, edhe ndoshta jo fizikisht, që mungon her pas hera ato në thojza, po e them, po gjithmonë je aty për Simonën. Se e kom kriju granit një lidhshmëri shumë të madhe. Krejt nanat janë me fëmijët e vetë, po
Une e din tim kisho që unë jam përtej ekstremit me Simonën. Jam edhe, s'jam veç nane Simonës, jam edhe shoqe Simonës. Edhe e kum po shoqe. E qështu, mos të emocionona më tepër. Ja, fshilet, krejt e din që për krejt është fëmija pike dopt, kështu që ju kërkojnë ndjes për këta lot, po besoj që mirë kupton publiku. S'ka lot, po i fshim lot. Po. Kështu ma përna, nimon mi fshi lot. Nimona me i fshi lot, është. Jo, fëllë që s'pedi, bashkë kam janis, s'pedi, momenti ma fani. Une kom për veti shumë se na që realisht e bojmë komedi, na kemi kësi momente fani. E vërtet. Momentet ma fani në jetën tam, në karierë, ndodhen kur na ofrohet një skenar, komik shumë, që na nuk e dim edhe na duhet me pa tjetër që atë skenar me realizu me një hera. Se zakonisht gjatë provave ti kur e lexon skenarin, adaptosh, keshët shumë në fillim, po dikur adaptosh e përvetëson edhe veç e lun. E vërtet. Kur ishim duke e realizu Ministrinë e Shyretit, unë e Simoni dhe Hasani, ish dikun nuk muj me qenë shumë e sakt, po nja minus 20 gradë ka qenë. Studio të edhen televizive të për të mdhaja, problemi në zi, edhe kishim një skenar edhe na kapi histeria granit. Ish Musafir Ganimeta Abazi me një qenë. Edhe Ganja kisho fobi pi qenit, gjithashtu dhe Asani. Do me thonë, është a i gjirim, egziston a i gjirim, e kanë qitë pjesën me pengesa kur futët qeni, ama i bukur një farë qeni i madhë, edhe i merë tur Hasanit. Nuk muj me ta përshkru skenën e Hasani, që farë të këcymi ka bu, prej një kauqë, që sikur Bruce Lee njëri. Tu ka të rritë. Po, e di që kur e kum këqyrë që atë emision, pjesën me pengesa, lot granit që qështu. Kom të shumë, e kemi pas edhe një moment gjirimet vitit rinë prallë me të pamë, pikrisht me Adnanin, ishim të e gjiru sofrën e grave, që ashtu na kapi histeria, realizimi kombi jashtë dimri, për para kanë qenë dimrat edhe ma të ftof bora dhe qëto dhe sa mo piskat ke sa mo i ke valoni, po që mu ishim me nalë, do me thonë, nuk mu ishim kam, po, aj 5 minutë që edhe me atëm edhe pa gjumë, do me thonë, po ka shumë rast të tjera, po qëtojnë pak ma që më ronë nam për momentin. Kushtem? Po të kome menuna e ras. Po, jo kështu sa i përket, që pëthu në karjerë, kështu në najsen sa i përket muzikës, ta mën që aty nuk kam dishka që me kalzu, po për ndryshe sa i përket udhëtimeve që i kena në për Evropë edhe kështu, që ndodhen momente komike. Unë e kam djallin e Agjës, Arbenin, që e përshëndes shumë, që edhe mi menagjan datat edhe vjen me mu, dhe më thonë, nëse kur shkojna në përmramje, kështu. Edhe aji është, dhe më thonë, pe natyres ashtu shumë komik. Najherë, mas shumë di që kom kesh me të, bile me një rast ishim të shku për Milano, edhe u dashke me shku prej Tiranës, edhe kur mretëm në aeroport, mas i kalum këtë procedurat e aeroportit që shkojnë, edhe kishë me dalë të gateat. Edhe gate jonë u qelke mas një ora, anajsen, e i shkojnë aktualisht gate për Rom. I qelte edhe i lëpshin një 2 vetë me emën, edhe tash na shkum mi ble do pia, aty është një farë bari vogël, a qa me thonë shitore vogël, edhe tash ja ka ro katinat portes aty të gatit që mujnë me hunë qëta 2 atë. Edhe po na thirë, edhe ditëm që e ko me neve u këthym, tha, a keni me shku për Rom atë. E ja boni kjo Arbeni, tha që na qënë me kërë dhe në Milano, po vina me ty atë. Tani edhe masanej, masi e na shku edhe jena rahatu, do me thonë, në hotel ke, flutërimin më nëgjes, knej kishëm se ishtë sezona e dimrit, gjdo natë kina pos mramje knej, edhe na beke dhe më në udhime, kështu. Edhe tash aj sunalke, dhe më thonë njëre energjik aj sunalke të ufojt. Edhe thash, adin, flaj thash se kena son të puna, adin e kështu. Edhe, okej, tamën
janë aratu, do me thonë, e kom dhejz një dritë vogël, nëse s'moj me flajt kej terra, dhe ne kom dhejz një dritë vogël, është kom ka thonë, tha, apo ledzëna, kështë e përqata e dhezat, edhe në gjarjet e tila, Arbeni është shumë super fani. Okej. Me qënë se jemi drejt fundit kuptohet të bisetës, sepse ftoftë nëzet do të kemi edhe pak punë me meqët më të mirë të radio-televizionit 21. Planet për afërsisht, për verës, do më thonë, i keni në gjeshura me projekte ndryshme, të dy do t'jeni aktive edhe në dasma, edhe në mramjet shumëta. Kushtë ma mi një dasëm, a një mramje? Ka fillimet e karierës, kom thonë që mramjet, po ja kom nis me nashta dhe puna e do vjetëve që i humboha në i senet. Amo, do më thonë, jam lidh ma shumë emocionalisht me dasmat edhe ishja i shumë ma shumë se mramjet. Edhe më pëlqen do më thonë edhe fakti po që na e besojnë atë farë pune, se u bo edhe klishe pa kjo, po për një me po është një ditë shumë e veçantë edhe dasmat po. Okej. Flutër, ma let një epizod, a një dasëm? Nëse nëse Flutër është aktive edhe në dasma me skeqet ndryshme humoristike? Une po pajtona me kushtrimin që i vlerësoj dasmat për shkak se ndëgja muzika është pa tjetër në dasëm. Ndërsa pjesa e humorit është luks. Edhe gjitha ata cilët na bojmë pjesë të ahengjeve tëne, zakonisht na shkojmë si surprizë për qiftin gjithmonë, njëhesh ma i privilegjum. Ndërsa për ma letë është emisioni, sepse dasma të ly përgjësi. Kushtrim, cila do t'jetë kënga pas sezonës? Do t'jetë balat? Pas sezonës. Po, pas sezonës. Për shamu ke menu në herë me bo në album edhe jashtë këngëve komerciale? Po, kom mendu edhe ja kom nis me punu. Realisht në kom pas me bo EP, një mini album me një 4-5 këngë, edhe që janë këngë ta mënë qësh unë e kisha dasht mas miri me kalzun ashta vetën edhe ndjenjat e mija me një kompozim, që realisht nuk përkojnë shumë me shijet e tregut edhe kështu me dhezës e najsen. Po, për qef, ka me bo edhe ka mundësi që dikur katetori në antori a najsen. A këm dëgju diçka nga AP? Po, kjo dëgju diçka. Do të është diçka e shpirtit? Po. Diçka që nuk e kemi pa kushtrimin. Po duhen në fund, kajtë me qenë si jemi në fund bisedës, këndryshimi i asaj dëshirës për me bo një zhanër t'il me ato që e bën aktualisht. Pse? Puna e mirëqenjes sociale. Si krejt dyja janë. Okej. Do me Po thonë gjithë pa e kemi këtë sa është na e fanë. Me qef Dafina ku me të në spedi. Dafina jemi të e pritë regjia për ma bojnë. Dafina moj!